Në 2020 që ndroi jetë baba im dhe aty kuptova që ai ishte i rrituri i fundit që mua më pëlqente se si fliste. Frika më e madhe që kam patur në fëmijëri ishte ajo që a do arrija dot të bëja muhabet dhe të flisja ashtu siç bënin të rriturit, siç flisin të rriturit. Unë i shikoja me shumë adhurim mënyrën se si komunikonin, mënyrën se si bënin muhabet dhe më pëlqente shumë dhe kisha frikë a do arrija dhe unë të flisja dhe të komunikoja dot, të bëja muhabet siç bënin ata. Dhe gradualisht që rritesha ishin gjithmonë dhe më pak këta të rriturit që më pëlqenin fjalët që thoshin, më pëlqente sjellja e atyre. Deri në 2020 që ndroi jetë baba im dhe aty kuptova që ai ishte i rrituri i fundit që mua më pëlqente se si fliste. Që një periudhë shumë e vështirë për mua, një periudhë reflektimi dhe mendoja se çfarë do të bëja në jetën time. Fillova trajnime për rritjen personale, krijova trajnimin kujdesu për veten për të ndihmuar radh par veten time, familjen time dhe të tjerët, sepse kuptova që isha unë ai i rrituri në këtë moment dhe duhet isha unë një shembull i mirë për fëmijët e mi dhe për gjithë brezin e ri. Dëshira ishte e madhe që të ndihmoja edhe të tjerët, edhe të rritur të tjerë, që të kujdeseshin për veten, që të ishin të rritur sa më të mirë dhe të ishin shembull sa më të mirë për brezin e arshëm.